çka fiton ai që e thret në iftar? Sikur se edhe pyetjet e mëhershme, pra agjerimi në veti besimtarit i jep shumë shpërblime. Përpos se ja jep devotshmërinë, përpos se bëhen sebeb agjerimi dhe namazi natës që Allahu të t'i falë gjunahet, përpos se është muaj i rahmetit, përpos se është muaj i vllazërisë, në këtë rast agjerimi dhe ai i cili agjeron, por edhe ai i cili jep iftar, sikur se ka ardhur në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Muhamedi alayhis salam, ai i cili i jep dikujt iftar e ka shpërblimin e atij sikur se ai ka agjeru duke mos ju paksu atij asnjë cent. Faktikisht shpërblimin e atij të cilën e ke thirrë në iftar e merr ti, por atij nuk i paksohet, kështu neve na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por atë gjatë muajit të Ramazanit është mirë që na bile farefisin ton, të afërmit ton, dikush na ta thrasim, e dikush padyshim se edhe neve do të na thret, por të na është tradita, sidomos në shkupin tonë, por edhe më gjerë që iftarët në për familje janë akoma, do me thonën, të përhapura dhe është kjo praktik e mahershme prej prindërve dhe prej baballarëve tonë, edhe na si matrit duhet ta praktikojmë atë cilën e kanë pasën tradit të mahershmit tonë, me të vetmin qëllim se ato kur i kanë bërë iftarët dhe kur i kanë thirrë në iftar, i kanë bërë këto iftara që ta marrin shpërblimin mund ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Më thonë, sipas këtij hadithi, nëse i thirrin 100 persona, azin kjo sigur më ia xhenu 100 ditë. Si me shpërblimin atyre. Ka thonë kush e jep një iftar për një agjerues e ka shpërblimin atij sikur ka agjeru ai duke mos u paksu. Por nëse janë 2 për 2, nëse janë 3 për 3, e nëse ti thirr më tepër se 10, 20, 30, 40 veta, sikur se gjithë shpërblimin atyre e ke ti bën sebeb, duke mos u paksu atyre as pak nga sevapi.